Po, faleminderit për interesimin. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë i njohim. Sot është detyrim i të gjithë qytetarëve që mos a lëm votën, që të flëri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenes së lagjes. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Zoti Sota, keni diçka të thënë për pjesëmarrjen e votuesve e cila duket pak e vakët deri në këtë moment të paktën? Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që i kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me të gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë, dhe unë i ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çohuni, shpenzoni 10 minuta të jetës tuaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit të Vlorës. Si po duket procesi deri në këtë moment? Keni pasur probleme, keni raportime për probleme, vonesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa i përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim. Është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe i bëj thirrje dhe i them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora. Sa besoni sot zoti Sota tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëulltarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile, që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Zoti Sota, pse qytetarët vlonjanë duhet të zgjedhin emrin tuaj për të votuar? Sepse unë kam shpalosur të gjithë programin dhe jashtëzakonisht e them me bindje të plot, kam programin më të mirë dhe jam një djalë i cili ka lindur dhe shritur në këtë lagje. Këtu kam filluar shkollën fillimisht në këtë zonë votimi ku unë sapo votova sot, dhe jam një djalë që jo vetëm e dua me shpirt, e kam marrë aromën e këtij qyteti që në momentin që kam lindur. Nuk jam një kalimtar dhe nuk jam një pseudo idealist. Jam idealist i vërtet dhe këtë e them me shpirt. Faleminderit.